Ishte viti 1981 kur Gani Osmani u punësua në minierën e Trepqës. Ishte një vendim sado i vështirë, por i rëndësishëm për të dhe familjen e tij. Përkundër rreziqeve të mëdha që ka kjo punë, primare për të ishte ta përmirësoj gjendjen ekonomike të familjes. Dikur këtë punë nisi si një 19 vjeçar. Sot, pasi ka bërë 44 vite përvojë pune, Ganiu ende flet për peshën e madhe që kishte pasur dhe ka vendimi i asaj kohe. Vendim i domosdoshëm, por puna në minier për të kishte qenë edhe traditë familjare. Sot, në ambientet e kësaj miniere, në zhurmën e këtyre makinave që janë të rënda me tonelata, në komandën e këtyre sinjaleve që varet edhe jeta e punëtorëve, Ganiu nis rrëfimin e tij. Unë jam Gani Osmani, me profesion jam teknik i zatarisë, punoj në minierën statar gëtë për vitit 1981. Domthonë në shkollën e mesme ku kryte teknik i zatarisë, shkollën e mesme teknike në Mitrovic. Në maj 81 se ku kry vitin e 4, në muajin e 10, në 8 orë, 81 jam punësu në moshën 19 vjeçare. Domthonë si i ri jam punësu në minierë. Në fillim, me të reguna shumica në Mitrovic, komuna Mitrovic dhe rrëthina Mitrovic dhe Shalq, në atë ku e në shku në drejtimin e zehtarisë, teknologjisë, zehtarisë në shkolla domthonë edhe gjeologjisë, për shkak më ardhë ma letë deri te punësimi. Se më na kem pos minierën edhe këtu objektet që kanë qenë në Trepqë, këtu industria kimike, akumulatorat, edhe elektroliza zinko, domthonë gjitha këtu e kanë fabrikat mëdha që kanë punësu shumë punëtorë. Na kem si traditë familjare, se edhe baballarët tuaj, edhe prindi jam, edhe xhallarët, edhe gjithë familjarët kanë punu në minier, edhe na kem si traditë edhe e kena vazhdu. Si një iri që ende nuk i kishte mbushur të njëzjetat, Ganiu punën e miniere kishte pasur shumë të vështirë, sa që tregon se ditën e parë kishte thënë se nëse dalë shëndosh e mirë nga këtu, nuk do të kthehem kurrë më për punë. Fillimi, çdo fillim është i vështirë, por mu ka qenë shumë e vështirë, se na krejt e kena mendu ndrysh, po ndrysh kishte qenë miniera. Domthonë, kur unë ditën e parë im hijen, më kujtohet ndrimin e tretë kom qenë, mas pari atëherë me përcjellje dhe na shku se çdo punëtor që shkon është me përcjellje një kohë ka si një vjet e ka si praktikant. Mirë, po ditën e parë kur më ka vduk shumë vështirë edhe kom thonë mu isha me dalë sot, mo kur me njerëz ka me. Qatë që më ka vështirë, kejt tjetër buhet, mas pari tërnë të na onë, pa dritë. Domthonë ai ke pas do bateria mirë po tërë. Ta ishi zhurmë me këtyne makinave, mu do ke zhurmë me ruse, këtyne makinave që ngarkojnë me shtypjetari, zhurma e makinës shpuse, domthonë lokomotivat atje, një farë jetë krejt ndrysh. Kom thonë mu isha me dalë, mo kur njës ka me hi, mirë po adaptimi, edhe jo është janë pasunie madhe që adaptohet njëri, çdo vend i adaptohet, shoqënia kanë qenë atë kohë shoqënia mirë, në kom zatit, në atë kohë burra shumë të vjetër, në atë kohë kom zatit në moshës të meshme edhe tri, po ma të rritë na i nakon. Mun kujtohet në atë kohë jenë konë, kur ashëm autobus, krejt jenë konë me plisa. Krejt autobus jenë konë burra me plisa, me mosteqe, me mahrama, që thëjmë na kush e din çka është, krejt jenë konë. Mirë po jenë konë shumë shokë të mirë, edhe mu për ata na e ka dardaj, jena josh, jena adaptu, edhe kom punu domthonë tash bohën 40 muaj këtë vit bohën 44 vjet që punoj minier. Derisa flet për përvojën e tij, ai thotë se vendimi më i rënd për një prind është ta dërgojë djalin e tij të punojë në minier, një punë e cila nuk e di nëse do ta errësh ditën shëndosh e mirë. Vendimi më i vështirë, tash unë jam vetë prind. Mirë po vendimi më i vështirë është për një prind me vendos mi shti fëmijën e vet, djalin e vet, mi shti me punu minier. Domthonë, ai e din vetë, unë e di vetë çfarë se miniera mas pari i ka rreziqet që janë pe pluhrit, pe gasnave, pe lagështisë tepër tajrit, mirë po janë edhe rreziqet e paparashikueshme. Domthonë parashikohen rreziqe që nuk i parashehet, mirë po mundën me ardhur ato që mundën me qenë edhe katastrofale. Rreziqet e paparashikueshme mundën me qenë pe gasnave dhe pe ujë, se miniera zakonisht
rreziku më të madh e KPU se nuk di sa mundet me shpërthy ujë. Mirë, po janë edhe kushte tjera që janë puna e ronë, është ajri atje nëse rrymanalet, ajri do psuhet, do mund lagështia si shtas pluhuri, prej atij momenti që e qëtë na him këtë ascensori, që e qëtë komën ascensori, se lift, dikush i thët, te poshtë na rrezikun e kemë pa parashikuar. Domethënë është rreziku. Mirë, po na jena adaptu me këto, pasu një tjetër s'kena pas, na s'ke pas të punume, as ke pas deti, as ke pas turizm, po rajoni Sholës se ka pas fatin qasësuj, edhe dikush do të me punu. Mirë, po jena adaptu, edhe masanena nuk në ka orzat, domethënë masanena kena punu. Duke përmendur rreziqet e mëdha dhe të paparashikueshme, Ganiu tregon edhe domethënien e mbishkrimit me fat, e cila është vendosur në hyrje të minjerës, si dhe tregon për rastet me fatalitet që kanë përfunduar aty. Ke fjallat e rreziqet të edhe këtë shkruan edhe minjer, hymjet minjerës shkruan me fat, domethënë fati lun shumë rral. Unë kom pas rast, nëse ka punëtor që ka punu 40 vjet minjerë, e 35 e 40 as një lëndim se ka pas kur. Ka ndodhur lëndime nashta kështu të vogla ish gërvishe, mirë po lëndim punë nuk ka pas. Ka pas punëtor 2011 në uhi, domethënë që 2011 ka vdek djalë i ri, ka vdek. Rast tragjik. Domethënë ka që vdek mas 20 vjet, mirë po fati lunë rëll shumë. Këtu çdo kon punëtorët vdesin. Vdesin edhe në komunikacion, edhe në ndërtimtari, edhe çdo kon vdesin, mirë po kjo vdekja e minjerës është pak më e dhimbshme. Diqysh krejt kushnin i dhimbet, domethënë se kjo është një farë lloj qysh më shpresë, po di ashta një farë si kurban i familjarëve, u hi me punu për me mojt familjen, edhe çdo kushnin i dhimbje thotë ka vdek një minator. Është pak më e dhimbshme. Unë kom pas rast që këna dëshmitar që janë lëndu me lëndime shumë të rona, ka pas që kanë vdekje, këna nxirë shok tonë për minjere, për shembull raste tragjike. Para lufte ka pas shumë punëtor, kanë punu minjerë ofër 2000 minator, ka pas lëndime ma shumë. Mirë po, mas lufte, dëmon për 2000 knena, në Trepçe këna pas krejt 4 raste tragjike, 2 kanë ndodhur të në Trepçe, ku jem, edhe 2 kanë ndodhur në Arton atje, te Prishtina që janë, se edhe ajo është në Trepçe. Ganiu vetë thotë se nuk është përballur me lëndime të rënda, por rrëfenën emocione për kolegët e tij që kanë mbetur invalid nga kjo punë. Po jo, unë për fat që nuk, po nashta ka ndodhur ndaj lëndim shumë i vogël, mirë po lëndim nuk jam përballë, na kem shok tuan që edhe që thash tash janë metë edhe invalid, ka pas edhe invalida, ka thy komën ose dorën, ose për shembull i ka thy brit, ose ka që janë invalida. Edhe mu për ata përpara, Trepça këtu ka pas njësi që janë metë njerëz invalida, edhe ka pas benefitet që ka pagu atë sigurimi social gjysmë pagë, edhe gjysmë pagë Trepça, qofse minatori 1 vjet u him punë, edhe 30 vjet ka nejt invalid e ka marrë pagën e minatori. Sa ai është lëndu çtë. Domethënë ato benefitet ka qenë. Normal dihet që punëtorët smuhen nga dalë edhe pe gasnave, pe këtyne, mirë po sigurimi shëndetësor atëherë ka qenë edhe ka qenë këtu që ka pagu edhe sigurimi social Mitrovica dhe gjitha këtu. Mirë po minjera është, më thash edhe pore, është punë e shtirë, punë e mundimshme, punë e rrezikshme, veç ata që punojnë aty e din çfarë rreziku mund të po. Është shtirë, unë po them për familjar, për prind, me shti djalin e vetë me punu minjerë. Unë për veti, kom punu minjerë, po unë nuk kisha pranu si fëmija jam e punu minjerë. Kjo është një lloj lufte, luftë me shkëmbë, ne e thojmë luftë me shkëmbë. Domethënë, mirë po për shkak kushteve ekonomike që kemi në agjendën ekonomike jo të mirë, atëherë na duhet me punu minjerë, duhet mu përballu. Mirë po vullneti edhe shoqënia i man këta njerëz. Janë të fuqishëm, e kanë vullnetin, nuk sheh, domethënë e kanë vullnetin, si s'ki vullnet puna është e bëni, po kur e ki vullnetin nuk një lodhje. E kanë vullnetin minatorët edhe për çata dhe punojnë.
Punën në minierë bën tash e 44 vite. Gjatë këtyre viteve ka përcjellur e pritur punëtor të rinj, por sot Ganiu bën krahasimin e punës në minierë ndër vite duke përmendur disa faktorë shumë të rëndësishëm. Puna është e njëjtë. Shpime, minime, ngarkime, transporte, gjitha këtu bëhen sistem njëjtë. Kote edhe në krejt minierat e botës bëhet sistemi njëjtë. Mirë po këtu veç kushtet ndryshojnë. Unë tash po du me pikat shkurta me bo një krahase përpara që ka qenë edhe tash. Qoftë se kushtet e minaturëve nuk mund jau përmirëson një minierë ose një vend punës, atëherë për shembull na plonin për minierë nuk mundu mi jek. Rreziqet s'mundu mi jek, gostat këtu lagështit s'mundu mi jek, atëherë duhet me pas benefitet. Benefitet kanë qenë përpara një minatur nuk e ka pas moshën e kufizuar sikur tash 65 vjet me dalë penzion, sikur ai si përfaqësi që punon në banature apo punon në arsem apo dikun 65 kë. Atëherë minaturët kanë punu me përvojë pune. Ka 40 vjet duhet me bo përvojë punën minierë. Mirë po minaturi ka punu 12 muaj, ju kanë një muaj 18. Një vit e gjys. Për 30 vjet, 45 vjet ju kanë në muaj. Domthon minaturi nashta unë di jem dëshmitar që kur janë minaturët e ri 45 vjet u dalë penzion. As 50 vjet s'kam rri u dalë penzion. Çato janë benefitet që duhet me pas miniera. Tash janë këtu që thash lëndime se këtu minierat veç invalid prodhojnë. Qoftë se lëndohesh punë, je i paftë më punu. Atëherë të rep qa miniera duhet mu kujdes për qatë minatur deri sa tjetë gjallë, ka me marrë pensionin invalidor, si kur luft pensionin, këtu që i morin pensionet ushtarake i kanë marrë, edhe miniera që ashtë duhet me marrë, i kanë marrë për para, duhet me marrë këtu. Ta ishi ke pyetja për sigurim shëndetësor. Minaturët sot nuk kanë sigurim, e kanë një sigurim shëndetësor shumë dopt. Mirë po për lëndim që bëhet lëndimi i bëjt dëmë shpërblime jo shumë mëdha. Mirë po qoftë se s'mu është minier, atëherë veç me mjetët tua duhet me shku te mjeku, mu kontrollu, atëherë unë e di që të jenë lëndu punëtorët me aeroplan e ka qenë në Shkup, ose në Ljubljana, ose në Beograd, ose në Zagreb e ka qenë, krejt janë konë shpenzimet e trips. Ai nuk ka pas, ai ka pas veç munën e vete, nuk ka pas të lashe, a ka mjetë as ka. Dëmon ato janë qenë. Pensioni invalidor keqaja, pensioni familjar tash. O konë regulluare në qoftë se një minatore hup jetën tragjikisht minier, atëherë familja atina, shemull si kur ai djalli i ri që ka vdek, 1 vjet ka punu, tash familja ati, gruja ati, dhe sa tjetë gjallë, pa ma pasysh a ka biznes, a ka parë, a ka pasuni, deri sa tjetë gjallë gruja ati ka me morë një rrugë minatori, ose që s'ka grunë fëmijët e ti dhe ti bojnë moshën 18. Tash po i thët për ja marrë një familjar në punë, kur farë benefiti nuk është ai. Vdesa ja merë një vlotina në punë, kur gjëzba, aja nuk ka benefit, në punë hinë gjithkush. Dëmëhon që tu kanë qenë benefitet që duhet minierat edhe çdo minierat botës me punë. Na ke pos kontakt edhe me minatorët Shqipënisë, e të rajonit, Shqipënia ka 55 vjet, 10 vjet para neve dalim minatorët e Shqipënisë. Na dalim më shën 65 vjet. Ki punëtorë 64 vjet sot punon makinë, transport punon minier. Kjo është për neve është e pa pranueshme, edhe këtu janë gjithat mundshme, moralizu, edhe duhet moralizu, se janë reale dhe janë mundshme.